Ministër, një tjetër ndeshje e rëndësishme nesër, gjysmëfinale e Kupës me Ignatian, si e prisni? Po, mas të ndeshjes i parë kundër Ignatian e Rogozhin, unë tash do vendoset në ndeshjen e Elbasani. Erdhi dita nesër përballë Ignatia, patjetër një ndeshje prap është e hapur. Një ndeshje do presim një ndeshje shumë e fortë dhe një ndeshje edhe bukur, sepse kundër Ignatia gjithmonë kundër një kundërshtar shumë e fortë, një kundërshtar ka shumë cilësi brenda skuadrës, gjithmonë është në ndeshje hapu me shumë gola dhe shumë interesant. Edhe nesër prap do presim një ndeshje bukur, pastaj si gjithmonë kush është më mirë do kollojë në finale. Jeni përgatitur për gjitha skenarat duke qenë se mund të shkojmë shtesa në penalti? Patjetër, sepse nesër mund të shkojë një ndeshje me shtesa, me penalti. Domethënë ne jemi gati, çunet është e gati, situata është e mirë. Sot, si gjithmonë në ndeshje fundit, servit e fundit më fal, domethënë ne jemi gati për nesër. Qyteti ka vite që e pret një moment të tillë, pritet të ketë shumë tifozë nesër dhe një thirrje për ta. Neve do bëjmë maksimum, si gjithmonë. Do luftojmë për qyteti, për fanera, për Elbasani. Kjo është e sigurt, kjo është detyra jonë. Pastaj të tjera juve e di. Do presim pak, fusha do tregoj gjitha, por bashkë me tifoza janë pozitive dhe do zoti do dalë mirë.